Hapër pra një ndërta kam që dhe unë i pari, fix 2 ditë mbas janë mbaruar. Po, qa ke kërku? Mbajtje përgjegjësie nga i paret e i fundit. Po pse, një vit të rjesht, kur në kryesi të partisë nuk është ngritur në një herë që bajtë të bëjmë analizën e humbjes. Absolutisht. Erdhi shtatori. Në shtator, unë nuk pash njëri që të kërkonte që Sali Berisha të pezullohe nga partia. Ata që thua ti që të bënin zërin akoma dhe sot nuk e ngren. Po se ngren, po se i kam borgje Berishës mo. Po se pres nga ata që kam borgje, unë po them ju që keni dalë. Se s'dollët qysh në fillim. Be kjo pra është alternativa dhe rruga që duhet të zgjedhësh. Kemi dalë në përforume. Ola, dilët publikisht të vlasin. Në forume kemi ezauruar të gjithë pjesë ju e kuptoni që nëse nuk e bën publike një gjë, do të mbasësh. Po s'erdhi momenti sot më zotëri ditën e zgjedhjeve. Nuk mund të vi momenti që 2 ditë pas numrimit. U bën debatet, u bën kritikat, u ndan qëndrime ndryshme midis atyre. Ore, unë jam plotësisht dakord me. Dhe erdhi momenti në nëntor, dhjetor të vitit 2025 për të dalë publikisht me një lëvizje, të cilën e inicioi. Pse se kërkuat në gjykatë këtë? Që pezullimin e Berishës nga detyra se ka marrë mandatin. Po sepse si pas zbatim statutit. Tani, gjykatat pretendohet nga opozita. Po le më pretendimin, me para gjykimi nuk shkojnë më dha. Unë shoh me veprim të thu para gjykimi. Pra Partinë Demokratike në një kalvar gjyqesh, të cilat po ato gjykata janë në dorë të Ramës. Dhe jam shumë i sigurt që zoti Saliani pas lëvizja Saliani, jo zoti Saliani, po e heq zoti Saliani, po bëj lëvizja. Lëvizja për Partinë Demokratike. Do fitonte në gjyq dhe do dilte doktori ditën tjetër tha ju a fali Rama ta partinë tha dhe fitoren e gjyqit. Dhe prap zotëria nuk do ta lëshonte partinë. Pra ishte akoma një kalvar më i gjatë diskutimesh dhe ishte akoma një kalvar më i gjatë përplasjesh që mund të krijonte përçarje në bazë. Gjatë përçarja shkruaj, më kosh. Ju thoni që po mirë, dakord. Nuk u bë deri dje, po bëhet sot, është gabim? Jo më jo. Ore, nuk është gabim. Unë parashikoj gjë tjetër. Duke njoftë, thash se unë zakonisht, jo zakonisht, po unë, po se njofta histori nuk flasë. Por, duke pa historinë e Partisë Demokratike, duke pas të gjithë lëvizit që janë bërë në Partitë Demokratike dhe të gjitha kanë përfunduar në krijim partije tjetër. Ja, këtu ta kesh të qartë, të bindur dhe të sigur dhe të garantuar që nuk do të ketë krijim një partije tjetër, po do të vazhdoj kontributet dhe angazhimet brenda. Unë po të them inshallah, ma kuptove drejt. Unë thash duke pas parasysh e Çurinë se si ka ecë për 35 vjet. Qa ka ndodhë në 35 vjetë? Ne bëjmë pra, mos të bëjmë atë që kanë bërë ata që kanë 35 vjetë brenda Partisë Demokratike, që të kërën nga një parti të re dhe pasaj të hynë prap kandidat në listat për deputet të Partisë Demokratike. Një ndërto të marrë një rast, me qenë se përmende duke qenë një ashtë, saj strukture nuk do bëni do të ma zgjë, ka që maron zgjedhjet për kryetari, fiket çdo gjë. Qa do bëni pastaj? Nuk do të fiket, është e sigur që s'do të fiket, se do vazhdojnë. E njëjta lëvizje që nisi me të njëjtën formë në dhjetor, do të vazhdoj edhe do të lëvizje dhe takimet akoma me demokratët. Për shembull, takimet të ripërsërit se e humbin në ritmin, më kupton? Po mirë, do zhvillosh takim për çfarë? Për çfarë? Po takim për këtë. Por s'ke përfaqësi çfarë? Se patjetër që është lëvizje mirë, po them nëse vijon ti bën vetëm takime. Përfaqësimi që sot KPD-ja nuk e do baza, Flamur Nogën nuk e do baza, Oerti nuk e do baza, Ivi nuk e do baza, me këta thua ti të bashkëpunojmë ne dhe ti paraqesim bazës ata të paaftët që kanë humbur përballë Ramës. Pra këta njerëz që kanë 13 vite në opozitë dhe marrin mandatin e deputetit, ne t'ja paraqesim demokratëve si një panel i cili do të sjellë ndryshimin e Partisë Demokratike. Pra të paaftët ishin me Berishën, po do bëhen me ne. Mbarun zgjedhjet e kryetarit. Po. Dakord? Po. Ju jeni jashtë strukture, me sa shoh unë. Brenda strukturës. Jeni po nuk e cilëson do të Berisha me Flamurin jemi apo si jemi brenda strukturës ne. Nuk po cakto, tash mos më përmend as Berishën as Flamurin, se përmend nuk po flas as në emrin e Berishës as Flamurit. Po ta them. Se vetëm ata kanë që ne jemi brenda strukturës. M'fal, ju nuk jeni funksionar, ore mund të jesh antar i një seksioni mund të jesh, antar i Partisë Demokratike mund të jesh. Unë po flas në strukturë përfaqësimi.